As pak dishim vlezër se atë që Allahu Gjelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, lajthit, largon dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanu me të drejtën e ti, me urtësin dhe butësin e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira, të sakta, të sinqerta janë të Allahut. E udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe veprat e këqija të kota dhe të sherit janë në risit, bidatet, ata qenë në humbje, më pastaj humbja qenë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vlezër të dashur në Islam, në këtë hutbë do të flasim për një çështje e cila është bazë në fe, është esenca, është shtilla më e madhe dhe është qëllimi kryesor për të cilin Allahu subhanahu wa taala krijoi këtë univers. Duhet dim diçka vlezër, duhet ta dim atë të cilën i kushtojmë këtë botë, por pos atyre që i ka mëshiru Allahu, numri i madh, përqindja më e madhe e njerëzve prej muslimanëve e kom fjalën, i kushtojnë rëndësi një çështje që Allahu fare nuk do t'i pyes ditën e gjykimit. Sa pasuri ke grumbulluar, vendbanimi ku ka qenë, stili jetës, si ke jetu, çfarë stil jetë ke pas, lloji i ushqimit çka ke hëng, për këto e gjëra të ngjashme me këto fare, nuk vinë ditën e gjykimit në pyetje, me u marr njeriu në pyetje, për pas asaj, si e ka fillu, si e ka fitu, si e ka harxhu, e kështu me radhë. Por stilin, çfarë banese, çfarë shtëpie, e kështu me radhë, jetë luksuze, nuk mirët pyetje askush. Por do të mirët pyetje për çështjen, siç tham, është temeli, bazë, fundament, është çështjen, shiqoni vlezër, do të pyetet për atë të cilën mbi atë çështje i ka ndërtu robi, qëllimet e tija, fjalët e tija, veprat e tija, do të pyetet se cili musliman për llojin e bazës, fundamentit, mbi të cilën i ka ndërtu ki fjalët e tija, niyetin e tij, veprën e tij. Do të pyetet për atë çështje e cila ka dalë nga zemra. Do të pyetet për besimin, çka ke besuar, pse ke besuar, ku je argumentuar dhe ku je mbështetur në adhurimin tënd, në bindjen tënde. Çështja e adhurimit vëllezër nuk është çështje trashëgimtare, apo nuk është çështje e zakonit dhe e shoqërisë ku jetojnë. Ato shkojshin në xhami, edhe unë shkojsha, çka me bo? Su ne kundërshtoj rrethin dhe shoqërinë. Ata agjirojshin edhe unë agjirojsha. Nuk pisha alkohol, për arsye se mjedis i rrethi ku gjindeshim ne nuk pishin alkohol. Këtë lloj besimi, këtë lloj bindje nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Për arsye se feja, besimin Allahu subhanahu wa taala ndërtohet në argumentet hyjnore, ndërtohet në burimin apo në logjikën e shëndosh, e cila është e mbrojtur nga çdo lloj devijimi. Allahu e don një besim i cili mbështetet në argumente të qarta. Allahu e don bindjen e cila del nga zemra. Nuk i intereson Allahut subhanahu wa taala se ti me të vërtet jetën tënde nuk ke fut alkohol në gojë për bindja pse? Apo nuk ke hong mishin e thiut, je largu zinas e gjërave tjera, bindja. Pse ju largove të këqijave dhe pse i bone veprat e mira? Thot Allahu Gjelleshanu në Kur'an, shiqoni vëllezër, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Thua jo Muhammed, Qul hadhihi sabili, thua jo Muhammed, kjo rruga ime. Ad'u ila Allah, ju që juve drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është metodologjia ime, thua jo Muhammed, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Unë jam i dërguar i Allahut, thua jo Muhammed, dua që t'ju çoj juve tek Allahu,
ta meritoni, ta arini knatësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kur e arini ato, kur e besoni se ai është një subhanahu wa taala, nuk ka shok dhe nuk ka ortak dhe nuk ka të ngjajshëm. Ai është krijuesi dhe furnizuesi, vetëm ai adhurohet me merit dhe atij i takojnë të gjitha emrat dhe cilësitë e bukura dhe të përsosura. Ed'u ila Allah, ju thras, ju bëj davet, me ju qu tek Allahu subhanahu wa taala, ta njihni ato në dynjë para se ta takoni në ahiret. Po me çfarë ja Rasul Allah? Ku e menhexhi jot? Ala basira, me bindje të qartë, me besim të paluhatshëm, basire, argumente të qarta. Shiqo feja islame, a i shikoni ato që e luftojnë fejen islame, nuk kanë argumente. Nuk kanë argumente për ta mbrojtur fejen e tyre. Shikoni sa faqe gjuhën shqipe, do të thonë, thirrja apo për rikthime. Ku ta diun? Ai nuk ka argumente me librin e atij të falsifikuar, me luftu hakun për merejani musliman çka ka bëu atje. Ai tjetri e ka martu një vajzë tri, ai hoxha ka vepruar kështu. O vlla, bjer argumente. Atë trinitetin tënd vërtetoma, ala basira, a ki argument? A ki argument që gjali është bab dhe baba është gjali? Argumente të qarta. A ma mbushën mendën mu, dhe ja mbushën mendën të tjerve, se feja jote është e vërtet dhe feja emo është e gabuar. Akuzon besimin tim, më akuzon mu për muslimon që kanë rëshit, apo dikush ka mbet mbas, apo dikush dhe ka bo gabime dhe bon krime. Nuk ka ajo, nuk mund të ndryshon fejën e Allahut subhanahu wa ta'ala. A i shikoni ato, përpiqen të vërteton e fejën e ti të gabushme, fejën që e kanë shpik njerëzit, në përmjet kuj argumenteve, në përmjet doshtat dështimeve, gabimeve, rëshqitjeve, ku ta diun prapambeqjeve, mangësive të muslimonve, more t'i bjerë argumente, vërtetoma ti tauhidin tënd, unë ti të thom ala basire, ene, wa men ittabani, shiqon lezër, Allah i thot Muhamedit a.s. kjo është rruga ime. Qartë vëlla, argumente, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Nuk adhurohet as kush tjetër me merit përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Po mirë, aki argumente bosire, plot argumente. Ne do të cekim se tema jone sotit është pse besojmë në Allahun xheleshanu. Çka thash fillim? Allah besojmë se gjyshi em ka qenë muslimon, kjo një mirësi. Ama tër besimin tënd, bindjen tënde, manifestimin e veprave tuja, mëse mbështet në gjyshin, apo në paraardhësit e tu, po mbështet ala basira. Argumentet e qarta të Allahut dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ene wa men ittabani, shikoni vëllezër, këtu Allahu xhelleshanuhu po na ngren lart, edhe neve na futën në misionin, në mesazhin, në rrugën e Muhamedit alayhis salam. Ene, tha Muhamedi alayhis salam, ene wa men ittabani, thujo ti Muhammed. Kul hadhihi sabili, kjo rruga jeme, kjo feja jeme. Në këtu me thras, ila Allah, jo dikun tjetër, jo të adhuroni dikon tjetër pas Allahut, jo Allahut ti përshkru një shok, ja thoni kjo Zoti, kjo gjali Zotit, por realitet edhe pëso gjali Zotit, ajo Zoti, lodhu ton ditën, me pas jetën e Nuhit a.s. Su një bje shëfije kësaj, vëllaj su një bje shëfije, veç priftat e mdhej halat su një karan fije. Një papi sinqert që ishte para këti, për këtë thamon vetni, qaj Francisco, nuk ja kena gjetë halak saj, manan, kuptimin si ja kena gjetë trinitetit. Allahu Akbar. Aj, papa, krijesori nuk e din këtë çështje. Prandaj, edhe të krishterët sot, me jetu sa Nuhi a.s. nuk mundet me iran fije, pse s'ka fije kjo. Kjo është e kot, kjo është dalalet. Ene wa men ittabani. Thot, thuja Muhammed, kjo është rruga jeme. Ju qaj tek Allahu xhelleshanu. Ala basira, me argumentet qarta. Por, nuk ka kjo vetëm misioni im, thot. Ene wa men ittabani. Unë e thras kështu, kjo metodologjia ime, dhe të gjithë ato musliman që do të vinë pas me, do të më pasajnë mu, do të ndjekin këtë rrugë. Qëlla, besira. Ne thrasim rrugën e Allahu xhelleshanu me argumentet qarta, me bindje. Argumente plot. Pre argumenteve vëllezër të dashur, tham janë di të cilat e udhëheqin besimtarin. Ajo është logjika, mendja e ndriçuar dhe e shëndosh, dhe kush? Dhe argumentet e sakta hyjnore të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë temë vëllezër janë 6 pika
i kom radhitur, i kom tubu 6 pika, pse e besojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, po për shkak të kohës ne do të përmendim inshallah në këtë hutbe vetëm 3, e në hutben e ardhshme do t'i përmendim edhe 3 tjera. E para pse besojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, pse jena ne musliman? Besojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, se i tërë ki univers, që ka kriju Allahu Gjelleshanu qartë dëshmon se ka një kryuës, vetëm një të pashok partak dhe të pangjajshëm. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. Inna, me të vërtet, në krijimin e qiellërave dhe të tokës, dhe me procedurën e ndryshimit të natës dhe ditës, janë argumentet qarta për ato të cilët kanë ulul albab, cilët e kanë mendën e shëndosh, logjikën, natyrshmërinë e Allahut, duke kanë prish hala e kanë mbrojtur. La ayatin li ulil albab. Vëzër, këtë qiell, kjo tokë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju, kjo gjithësi, e gjëra tjera, ashtu në mënyrën më të mirë, në formën që nuk ka ndeshje, nuk mundet pa përfundu nata me ardh dita. Allahu subhanahu wa ta'ala thot të jenë argumente për ato të cilët posedojnë mend dhe logjik. A e dini çka tha pejgamberi alayhis salam për këtë hadithin e saktë? Pasi që i zbritën këto ajetet e fundit të surës Al Imran, e lexoi Muhamedi alayhis salam këto dhe në mëngjes i tha bashkëshortës së tij Aishës dhe muslimanëve, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Mjerë, tha Muhamedi alayhis salam, mjerë për atë njeri i cili i lexon këto ajete dhe fare nuk mediton në kuptimin e këtyre ajeteve. Kush ishin këto? Me të vërtet në krijimin e qiellërave dhe tokës, ndryshimi i natës dhe ditës, janë argumente të qarta për të zoturit e mendës së shëndosh. Allahu subhanahu wa ta'ala, vlezër, gjitha këto, thot në Kur'an, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, wala al-laylu sabiqu an-nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Nuk ka të drejtë, thot Allahu, që dielli të ndeshet me hënën dhe nata të del para ditës, të i pret të bëhet mbrëmje, për shembull, e din që tash dielli do të perëndon. Kur dielli mritin, perëndim u quhet edhe një herë lindi, thot Allahu, kjo s'mund të ndodhe. Atëherë kur dëshiron Allahu, kur do të jetë fundi i dinjës, idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu suyirat, e atëherë idha as-sama'u shaqqat, atëherë Allahu ka prur dhe thot u krikiren tash bur fund çdo gjë. Wa kullun fi falakin yasbahun. Allahu thot ze gjithë në atë horizontin, në atë hapësirën që i ka kriju Allahu, të gjitha lundrojnë dhe të gjitha hecin dhe njëna tjetër nuk e takon. A nuk është kjo argument? Argumenti dit është shumë interesant. Allahu subhanahu wa ta'ala për këto, se edhe dje ajete tjera në lidhje me argumentin e parë, atëherë thot Allahu thot, em khuliqu min ghayri shay, piti thot këto, hona, dielli, nata, lumenjt, kodrat e të gjitha këto, em khuliqu min ghayri shay, a janë të krijuara nga asgjë? Do me thonë ekzistojnë, po kush i ka kriju? Nuk kanë të krijues. Em humul khaliqun, ose vetë ato janë krijues dhe e krijojnë vetveten e tyre. E para s'është e mundshme. Gjithë kjo univers, gjithë kjo botë, me tërë çka ka, mos me pas krijues. Em khuliqu min ghayri shay, a janë të krijuara nga asgjë, thot Allahu. Em humul khaliqun, ose ato e kanë kriju vetveten, por nuk mundet. Ato nuk kanë qenë, e tash ta krijojnë vetveten. Ai që nuk ka ekzistu, nuk mund të krijon. Krijon vetëm ai i cili nuk ka fillim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allahu është i pari i cili nuk ka fillim dhe i fundit për asnjë, çdo gjë do të vdes se Allahu nuk është i fundit. Por Allahu xheleshanu është çdo gjë pa fillim dhe çdo gjë nuk ka mbarim. Em humul khaliqun, ose vetë janë ato krijues. Allahu subhanahu wa ta'ala shiqoni që ka thot, sunna Allahi alladhi atqana kulla shay. Kjo është prodhimi Allahut, kjo është vepra Allahut, alladhi atqana kulla shay, ai i cili çdo gjë e ka përsos. Ai ke pa disa herë kodrat, je duke u thu, mëre, me i mbledh arhitektët, piktorët, më të mëdhej.
dhe sikur mos e kishin pas ato idenë e kodrave, nuk do të kishin pas mundësi dot me i vizatu ato kodrat, njona majën pak më të nalë. A i ke pa disa herë natyrën e Allahut, a ke gjetë dëni mangësi, hel të ra min futur, thot Allah, mos ka mangësi të krijesa Allahut subhanahu wa ta'ala, apo me i thuj atyre, gjini dëni gabim, të këtë kodrat e bukurat nalta, nuk më, pse, atë ka në kulle shej, e ka kriju, dhe e ka përsos Allahu subhanahu wa ta'ala shdërgjo. Argumenti ditë vezër, ka ishte kjo? E para ishte argumenti universit. E Allahu Gjeleshan thënë, ndoshta ka prej njerëzve, suni me ndonë këto. Argumenti ditë kush është? Vetvetja. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Argumenti ditë është vetja, vëllai i dashur. Ti, zemra jote punon, edhe ti kur fle. Ajo, atë lloj sistemi e vazhdon, qoftë i zgjuar apo e punon. Si që ti ka dhonë Allahu e dallojnë çdo ngjyrë. Nuk ka ngjyrë bot vetëm se si të tu japin hakun. Ne nuk shohim veç bardhëzi, pas edhe që mendojmë veç bardhëzi. Ne i shohim të gjitha ngjyra që i ka krijuar. Veshi, imagjino ti sa zëra ka. Pa marrë parasysh, ne kena ato çka e kena ndëgju. Ka edhe zëra vëllezër të krijesave tjera që kur si kena ndëgju. Edhe sikur ti ndëgjojmë dim ta dallojmë se kjo është zo, që kur se kam ndëgju kët. Kush ta dha këto? Mendja, frimarja, logjika. Imagjino ti puna e mendës, është çudi, është dhuntia e Allahut. Mendon, analizon, zgjedh, më në fund vendos, askush nuk e ndëgjon. Gjithë punën më të madhe, më të rëndësishme në jetën tonë dhe e bën me mendën, askush se ka ndëgju. A i din dikush planet e tuja? Ti mundesh me mu me fol, mbusjeshën mu atia që ton planet e javës i ke përgatit. Unë nuk mora vesh të asgjo, edhe e ke vendos bile. I ki 3-4 termine, bisedon me vllahun ton muhabet, ku qkaj para, këtu, që, me këta bon muhabet edhe që e vendosën. Tak, askush nuk mur vesh, askush nuk dëgjoj se çfarë planifikon ti, përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Prandaj gjitha këto Allahut që ti dha, i bëri që në gjumë, mos me pa, as mos me ndëgju, pse se ta prishin gjumin, ta prishin rahatin. Allahut subhanahu, edhe pse veshët ndëgjojnë, jo që tu kam bloku veshët, pa Allahu i tha, ti në këtë moment, kur bje me fletë, jo me ndëgju, pse, se donë ti me pushu, në momentin kur të merë gjumi, edhe mo nuk dëgjon, as nuk shikon, pse kjo është urtësia Allahut subhanahu wa ta'ala, a i ka kriju këto, dhe këtu i thot këto mëse pengoni, se ki donë me fletë. Ju, jo që ju u bone shurdhan, jo, veshët dëgjojnë, për ti nuk ta përqojnë zërin, zhurmën, se ti kera me fletë, dhe ti donë të pushojsh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa herë trehen zemra. Në momentin ku je më i ngushtë, përsëri Allahu ta jep frymëmarrje. Disa herë thua unë ngushtum, mos kika prap merr frym ti. Ti merr pse je i gjallë, pa marr parasysh. Kjo prej urtësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Allahu është ai i cili të krijoi. Khalaqak fesawak, të përsosi, fa'adalak, ti dha të gjitha të mirat, u boj drejt ndaj teje, ta mësoj çdo gjë, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, në çdo formë që ai deshti ta dha ti. Formën që e kena është prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj nuk guxon dikush ta nënshmone ta përqeshë tjetrin për çështjen e formës, se Allah thot unë atja kam dhënë. Imagjino ti je lodh, e ka ndërtu një karike dhe vinë tjerët po keshit, qëfar pas ke ndërtu ti, e pas ke shkatru, e pas ke bo, e pas ke e kështu me radh, a nuk bo është nervos, se ti e lodh, e Allahu subhanahu wa ta'ala nuk lodhet, por formën a i nga ka dhone, nuk dëshiron që një tjetri ta nënshmone për çështjen e formës. Qetra vlezër, natyrshmëria, fitra. Aja natyrshmëria që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhonë çdo njeriut. Çdo krijes e ka këtë natyrshmëri të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot Muhamedi alayhis salam, dhe kjo vëllezër është e saktë. Thot kullu mauludin yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Çdo kush që lind, thot Muhamedi alayhis salam, lind fitra. Zemra e tij anon te Allahu një. Anon të Allahu i cili nuk ka shok dhe nuk ka ortak. Nuk anon as të djali Zotit, as të shpirti shenjë, as të Uzejri, as të Allahu. Kështu,
Po ka e dim nesër, prandaj fëmija si të qifutve, si këtive tjerve, kur e anin një mosh, të thot hajtë qëta është da bëjmë jahudi. O të thot da bëjmë krishter, da fucim të ajujti, e kështu me ratë. Po pse? Se nuk ka qenë krishteraj, kur ka lind për tash, ne do të bëjmë ato krishter. Fitrat Allahi leti fataren nase, i lejha la të bdile li khalqilla, thot Allah, fitrat Allahi leti fataren nase alejha, la të bdile li khalqilla, dhalik e dinul qajim. Kjo është natishmëria Allahut. E Allahu Gjeleshanu i qetë gjithë njerëzit edhe ato të rriturit që nuk janë musliman, i qetë në sprov. Që thot Allahu subhanahu wa taala, i bie do momente që çdo shtresë e jashtme, çdo piktur, çdo ngjirosje, çdo folje që njeri shitet, Allahu i detiron që ajo të pikone. Ka pru Allahu kështu raste shumë. Një prej atyre me tregon Kur'an thot: "Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din." Allahu thot kur lundrojnë në anije, edhe ato valet shkojnë përpjet dhe fillon rreziku, mos fundoset anija, da'u Allah. Nuk tha e lusin birin e Zotit, Allahun e lutin, da'u Allah, me çfarë lutje? Mukhlisin, sinqert. Që bëhen sinqert në momentin kur ju vjen vdekja, kur e shohin vdekën, lehu din të nënshtruar. Ja kushtojnë çdo lloj bindje vetëm Allahut subhanahu wa taala, lehu din. Kjo kështu derisa qetësohet, pastaj thot Allahu: "Fa idha najjahum ila al-barri idha hum yushrikun." E kur dalin në tokë, e vëndajnë komën në tokë, në zallë, prapë bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Falemendërojmë Allahun që na ka udhëzuar në fenë e tij të vetme, në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në traditën e të parëve tonë të mirë, dhe lutim Allahun xhelleshanu të na forcon që këtë metodologji, këtë din, këtë fe, këtë sunet të mbajmë dhe sipas tij të vdesim dhe ashtu të ringjallena para Allahut dhe takona me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ta kalojmë urën e siratit bashkë me to me sahabët dhe të parët tonë të mirë dhe ashtu së bashku tim në xhenetin e Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.